Banorët e Fush Milotit në Kurbin kanë dalë në protestë për gjendjen e rënduar të rrugës, që lidh disa zona të banuara. Prej 5 vitesh rruga ndodhet në kushte të amortizuara dhe nuk është marrë asnjë mas për rehabilitimin e saj nga bashkia. Situata është përkeqësuar nga qarkullimi i vazhdueshëm i kamionëve të tonazhit të rënd, të cilët kanë dëmtuar këtë aks dhe kanë vështirësuar qarkullimin për banorët e zonës. Kjo protestë është e vazhdueshme, është një segment që është shumë i dëmtuar, nuk mirëmbahet. Problemi kryesor është tek asfalti, tek gropa që janë bërë, dimrit janë pakalueshme sepse mbushen me shije dhe është pa kuptueshme se ku ka grop e ku ka asfalt. Na është premtuar që këto asa kilometër 700 rrugë është. Prej kthesa të fshabonëve deri kjo ura, kjo është jo e pakalueshme, por kjo është skandal. Banorët han pluhur, nuk kanë frikë, mesit kanë më në rrugë, janë gropat. Unë të kaloj makinë time thjesht, pa gropa, pa asnjë. Sa ku ka kështu? To ka një 4-5 vjet. Si pasojë e gjendjes së amortizuar të rrugës, shumë automjete janë dëmtuar, po ashtu prindërit kanë frikë t'i lënë fëmijët të qarkullojnë pranë rrugës për të shkuar në shkollë, pasi rrezikojnë jetën nga kamionët e shumtë që kalojnë aty. Frikë që banesa ime deshtu është 500 metra. Edhe në kohën e Enver Hoxhës kam pasar të gurëm gur pa mu lak këmbët. Në kohën e Enver Hoxhës më të thonë, ku na ka shku halli sot. Do me thonë, unë do të lënë tonë punë në orën 12 që të marrë fëmin. Nuk e marrë fëmin unë se s'di fëmija i me ecë. Vi me e marrë prej frikës tralave. Nga kjo rrugë paralizohen 6-7 fshatra. Gjatë gjithë dimrit, mbeqis me gjujtije në përmes ujt, gjatë gjithë verës me pluhunin dhe me mushkojat që kalojmë rrugës. Banorët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga Bashkia e Kurbinit për rikonstruksionin e kësaj rruge, e cila prej vitesh ndodhet në gjendje të amortizuar. Ata paralajmërojnë se nëse nuk merren masa konkrete, protesta do të përshkallëzohet deri në bllokimin e rrugës.